Hoxh, postimi i tetë është interesante, që e keni postu. Harith bin Habib al-Bahili ishte një poet para islamik i cili humbi 8 nga djemtë e tij. Ai pa një burr duke qarë për delet e tij që i kishte ngrënë një ujë. Kështu që ai i dha një deve dhe i tha: "Mos çajmë, le të çajmë ne për atë çka e meritojmë." Mësim. Shiko për çka je duke u ankuar. Ndoshta ankesa jote nuk është atë sa je duke e zmadhuar. 8 djem i ka hub, edhe s'ka qajt, kurse kur e ka pa njonin ka qajt për delet që ja ka ngujku. Domthon, sprovën tonë, të cilën ti ballafaqohesh, duhesh mos me zmadhu më shumë se e meriton. Shembull, ne patëm rastin para disa viteve ku shumë për vëllezërve tonë e humbën tërë familjen e tyre në rastin e autobusave Në Bullgari, Allahu mëshiroft, ku kemi pas miq dashamir, Allahu na takov me ton xhennet ya Rabbel alamin. Edhe realisht ti kanë nga ajo prizëm kur të kthehesh ti sot e keni fatkeqësi. Ndoshta është fatkeqësi shumë e madhe për ty. Mi po mos u mundoti me barazu me atë i cili është duke kaluar atë moment. Se vetë shpirti atyre din të cilët i kanë ju ka thë këtë shtëpia. Ne kemi pas një shok tonin, ku kum pas edhe berber edhe shok gjenerate, Avniun, rahimullah, Allah i mëshirov dhe në atakun në xhennet ya Rabbi, që shpesh edhe bëj lutje për ta. Ku ai ka qenë shok i joni, namazli, alhamdulillah, i cili shpesh edhe ka ardhur na ka dëgjue, e ka pas marak leximin tëm të koronit. Në kohën e fundit shkoi në Gjermani u zhvendos, mirë po dashja Allahu. Mos i kanë qenë namazli lumi ai. Alhamdulillah, ka qenë njëri i devotshëm. Shpresojmë edhe Allahu është llogarisi më i mirë. Subhanallah, ati Allahu ja ka dhënë 2 fëmijë pas një kohë të vonuar martesore. Edhe ka dash Allahu me mor krejt komplet. Edhe ata, edhe bashortë, edhe 2 fëmijë që njihen, domethënë rast prekës, inshallah nuk ke skuptomi nga familjarët e tyre, po ne i kemi në zemër dhe i dojmë edhe shpesh bëj dua për to, që Allah të na takojë në xhennet, ku tash bilem janë bo, mos gabosha 3 vjet tash ose mos gaboj me numër, 3 apo 4, se po shkojnë vitet shpejt, subhanallah. Edhe në këtë moment ti nuk mundesh me krahasu sprovën tonë momentale, të cilën ti duke kalu me sprovën e vllaut të tyre, babës së tyre, të cilët ata e kanë kalu. E ki poet ka do Zoti me sprovu, ka qenë jo musliman, para islamit kjo ngjarje. I kanë vdek 8 fëmijë, 8 fëmijë djem. Edhe ka kalu ka një bari, ka një çoban, e ka pa duke çoj. Pse çon? Ka thonë uj ku mi hangër delet e mia. Ka thonë ti ka hangër delet e tua po. Ka thonë çon të hap një dele ose një deve. Vish mos kaj ka thonë mos thoj njerëzit që mërzin e kemi të njëjtë. Mos kujtoj njerëzit që kur të më shohin lotët e mia, edhe lotët e tua, me thonë këto ishin dukajt për diçka. Amanit koft leja ai shka hakli me kajt. Shembull neve na vdik, inshallah Allah i ka mëshiru prind, se e di që ti kanë vdek prind. Allah inshallah i ka mëshiru ya Rabbel alamin. Shembull ka dash Allahu alhamdulillah sprovësh, vdekja është hak. Mi po nuk mundet më konë e njëjtë, për ti është shumë e madhe. E qartë. Po nuk mundet më konë e njëjtë për ati shka e ka hup këtë familjen. Ose i ka dek e vladi. Tash vdekja është se ndoshta për marr shembull dhe krahasim të pakëndshëm. Mi po dikuj ka prish kerri, çe pe marr ndryshe. Ju ka prish kerri, ka blloku motorri. Dikush që ka vdek këtë familja, po kimë kojt edhe ai nuk kanë të njëjtë. Ose dikush iPhone s'ka, po ti sprovon. Po ka dash atë meçë se ku mo. Edhe ka rënë depresiv. Allah na përmirësoj, ya Rabbel alamin. Shumë shembull i mirë, Allah i shpërblet. Allah na boft sinqert, ya Rahman.